Mbetemi në Kosovë për të analizuar punën e presidentes Osmani, por jo vetëm dhe situatën. Atje na bashkohet analisti Faton Mehmeti. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit juve. Nga sot, pas mesnatës, Vjosa Osmani nuk është më në krye të presidencës. Si kanë qenë këto 5 vite me Osmani në krye të drejtimit të shtetit Kosovës? Po, Vjosa Osmani pra largohet pas 5 vite si drejtuese e shtetit. Ajo kanë qenë 2 pole që kanë vlerësuar zonën Osmanin, politikën e jashtme, edhe nga oponentët e saj politik. Zonja Vjosa Osmani ka marrë, si thuash, duart rokitin kuptimin që sinjalet kanë qenë vërtet pozitive, pra ka bërë një përfaqësim dinjitës shtetit në arenën ndërkombëtare. Deri në sferën e brendshme, zonja Vjosa Osmani është parë në notierë zotit Kurti nga opozita, gjë që në një mënyrë dhe vetë zotja Osmani e legjitimoi këtë gjë, duke thënë që 28 dhjetor zotit Kurti ja dha sepse ai kishte kërkuar me qenë se diaspora ishte në Kosovë dhe këtë kuptimi kishte bërë një favor. Pra zonja Vjosa Osmani ka nuar nga zotri Kurti me idenë që ai do të jepte një mandat. Pra, ka qenë si thuash e survejuar dhe e dirigjuar nga zotri Kurti në sferën e brendshme për të rënë opozitës, sepse zonja Osmani kishte menduar se zotri Kurti do të jepte një mandat, kështu që ishte munduar për të qëndruar mirë me të. Mirë po zotri Kurti bëri plane tjera dhe e largoi. Deri në sferën e jashtme, politikën e jashtme, Kosova ka pasur një përfaqësim shumë të mirë, suksesshëm me zonjën Vjosa Osmani. Kujtojmë këtu në takimin e fundit me zotrin Trump, ishte vetë Trump i thotë që nëse ke nevojë, më mjafton të më bësh një telefonat. Pra ishte jashtëzakonisht një përfaqësim shumë i mirë në mungesë të një politike të jashtme të mirë Kosovës nga ministria Gërvalla, e cila me thënë drejtën nuk është se ka bërë një përfaqësim shumë dinjitës. Këtë gjë ka shfrytzuar Vjosa Osmani për të qenë shumë e mirë në këtë drejtim. Kështu që plan politikën e jashtme ka qenë shumë e suksesshme deri në sferën e brendshme, thjesht një notierë të Kurti. Çfarë mund të pritet pas kësaj dite? Pra, Vjosa Osmani me një farë mënyre në momentin kur ja dorëzoi zonjës Albulena Haxhiu presidencën, i tha që fuqiroj që kushtimisht i tha si sot populli ta ngresh këmbën zhak që në krye të vinë një femër. Pra, duke aluduar në si thuash në atë se do të synoj përsëri zonja Vjosa Osmani ishte. Pra, në një mënyrë e hodhi kandidaturën me dorëzimin e saj se më tonë të ketë prapë presidente. Por nga e hëna pritet ketë një luftë frontale me zotin Kurti, mes Vjosës Osmani, jo personalisht zoti Kurti nuk do të merret mirë, po aktorët vetvendosis do të merren jashtëzakonisht shumë me Vjosën. Kështu që para 2 javësh vetë Vjosa Osmani tha një gjë të tillë, në një prononcim tha që derisa do të jetë president nuk do të flas në moment që nuk do të jem thjesht një politikane si gjithë tjerë. Pra zonja Vjosa Osmani nga hëna do të zbresë terren dhe në një farë mënyrë do të filloj si thuash, do ta bëj zyrtare një nisë që e ka marrë ajo, pra një nisë siç ka qenë partia Guxha, pra me shumë gjas të pritet që ajo vetëm e ka një shpresa, pra një iniciativë qytetare shpresa dhe me shumë gjasa, nëse vendi shkëmbet që më shumë gjasa do të shkojë ajo do të futet në një koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës. E qartë, çfarë parashikon kushtetuta? Për sa kohë mund ta mbajë edhe drejtimin e presidentit kryeparlamentare Haxhiu? Pra, Vjosa Osmani ka qenë ajo vetë, cila në një moment caktuar ka mbajtur postin e kryetares kuvendit të ushtruesës dytës detyrës presidentit, por zoti tha që shkënau. Pra, kushtetuta jep që maksimumi që mund ta ushtrojë është 6 muaj. Pra, nga mesnata sonte nga ora 12, Albulena Haxhiu për 6 muaj mund të jetë ushtruese e detyrës, me idenë dhe me bindje që brenda këtyre 6 muajve, pra të zgjidhet presidenti. Hipotetikisht nëse nuk zgjidhet brenda 6 muajve, atëherë vendi të një kaos fort, postin e kryetarit do ta merr kreu i gjykatës kushtetuese pastaj, nëse nuk zgjidhet. Pra, mirë po, gjasat janë shumë mëdha, parametrat janë që brenda këtyre 6 muajve të zgjidhet presidenti me shumë gjas, vendi pritet që zgjidhje me 7 ose me 14 qershor, janë 2 datat që sipas kushtetutës pra do të jenë 2 datat e mundshme që mund të shkojë vendi zgjidhje, duke parë parasysh që divergjencat mes mazhorancës edhe opozitës janë jashtëzakonisht shumë vaja dhe nuk po shihet që ka në horizont një dritë për një marrëveshje të mundshme.
Haxhiu u bëri thirrje deputetëve të lënë Mënjani natët politike dhe të zgjidhin Gërçin sa më parë. Për çfarë natesh e ka konkretisht fjalën zonja Haxhiu dhe kush janë palët që nuk hapin rrugë? Po, këtu ka aludu në dy partitë më dha opozitore në Lidhjen Demokratike të Kosovës, në Partinë Demokratike të Kosovës, të cilat sipas saj nuk ose po marrin pjesë në seancë. Pra, thirrja e saj ishte që të qëndrojnë seancë në momentin kur vetë mendosja do ta propozoj Glauko Njuksën për kryetar të kuvendit, sepse nëse dy partitë më dha do të qëndronin në kuvend në raundin e tretë, pra me 61 vota zotëri Glauko Njuksë mund zgjidhet presidenti i shtetit, sepse vetëmendosja 64 vota i ka. Mirë po, kushtetuta je, pra, siç njihet ndryshe në një rast i patrullit, pra që tjetë të pranishëm në të tri fazat, në tri runde të zgjedhjes të jenë të pranishëm 80 deputet. Pra që në momenti që opozita nuk qëndron, mazhoronca nuk i ka 80 deputet për qëndruar. Kështu që thirrja e saj është për deputetet e dy partive të mëdha që qëndrojnë seancë, pavarësisht se mund të votojnë kundër, por thjesht të qëndrojnë seancë për t'i hapur rrugë zgjedhjes së presidentit të vendit, që në këtë rast vetëvendosja e ka nominuar Glauko Njuksën. Kuvendi i Kosovës ka afat deri në 28 prill për të zgjedhur presidentin e ri në bazë të vendimit të kushtetueses. A mendoni që do të arrihet kjo gjë brenda këtij afati dhe a do mund të ndodh palët politike të lënë Mënjan të gjitha pak kënaqësitë që kanë me njëri tjetrin dhe të votojnë emrin e presidentit? Zoti Kurti nuk është i interesuar për ta bërë një gjykatilla, është interesuar që zonja Albulina Haxhiu të ndrojë sa më gjatë për një arsye vetëm. Albulina Haxhiu ka qenë ministre e drejtësisë dhe gjykatës të cilët kanë qenë pa dëgjuar nga kjo për 4 vite sa ka qenë në ushtruesit, ka qenë pra ministri i drejtësisë, zonja Albulina Haxhiu ka drejt për t'i shkarkuar gjykatës, për t'i emëruar, duke qenë presidente. Ushtruesit e tyre është presidentet. Kështu që zotri Kurti është interesuar që t'ia lë Albulina Haxhiu krejt drejtimin për të marrë me gjykatëse, të pa dëgjuar. Dhe dëshiron që për këtë periudhë zonja Albulina Haxhiu ti emëroj gjykatës cilët ajo i mendon ose në optikën e saj janë më të përshtatshëm pra për qeveri. Kështu që zotri Kurti është interesuar që Albulina Haxhiu të ketë sa më tepër afat të qëndrimit të saj në krye të presidencës. Prandaj zotri Kurti unë nuk po shih që po bën një lojë jashtëzakonshme me opozitën, si që thot fjala popullore, pra ngrehe pelin e mos e këpot. Pra zotri Kurti po shkon me këtë ide, pra po shkon deri në fund të opozitës, po i thotë jo, jepni kandidatet e saj, mirë për momentin kur opozita në marrëveshje në tavolinë me zotrin Kurti, zotri Kurti gjithmonë qet si thua okej, do ta diskutoj me grupin parlamentar, pastaj grupin parlamentar ditë që nuk ka lënë emër, kështu që thjesht po bëhet një lojë me pak fjalë për opinionin publik. Zoti Kurti me pak fjalë nuk është interesuar për ta zgjedhur presidentin, ai është interesuar për shkuar në zgjedhje. Dhe me këtë ide që për ta goditur zonja Vjosa Osmani dhe zoti Mushardina që me shumë gjas nuk do të futet në kuvend, kështu që kalkulimet politike pra janë të këtyre natyrave. Zotri Kurti me pak fjalë është interesuar për shkuar në zgjedhje në pikërisht në kohën kur Mërgata vjen në Kosovë me shtatusin me 14 qershor, në këtë mënyrë edhe për ta zvarritur procesin e negociatave që ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për marrëveshjen e Ohrit, sepse para pak kohësh ishin disa diplomatë huaj francezë dhe britanik që thanë se është koha për ta jetësuar marrëveshjen e Ohrit. Që zotri Kurti është i interesuar për ta zvarritur këtë proces sa më shumë, sepse nuk është i gatshëm për të dhënë firmën atij në shkrimi, sepse bien ndesh pikërisht me gjithë klauzën e tij, poshtë Zajednica dhe brenda saj, pikërisht Zajednica. Shkurtimisht dhe një pyetje. Po, ju lutem, përfundojeni, po. Jo, ishte vetëm duke thënë që Zajednica, si për ata që nuk kuptojnë në një term pra serb, është një lloj autonomie për serbët brenda territorit të Kosovës, kështu që është një lloj ndarje e pjesëve ku të që të banojnë sërbë, kryesisht në veri. Shkurtimisht një pyetje të fundit, në një rend global i cili është bërë shumë i ndërlikuar, a është Kosova në stabilitet? Jo, nuk varet për stabilitet nuk ka Kosova, sepse vendi është edhe në sferën e brendshme, është jashtëzakonisht në një krizë të brendshme, jashtëzakonisht edhe politike dhe ekonomike, pra çmimet po shkojnë në qiell.
dhe nuk kemi një qeveri, si thuash, me të që po bën politika për të pandaluar një gjë të tillë, edhe në sferën e brendshme pra zgjedhja presidentit vendit ka fut vendin në një çorçokak të madh, kështu që edhe në sferën ndërkombëtare Kosova momentalisht nuk është se duke përfaqësuar nga dikush, prandaj vërtet është në një gjendje jashtëzakonisht shumë të keqe edhe në sferën e brendshme, edhe në sferën e jashtme. Kështu që në gjithë këto trazirat që po ndodhin në botë sigurisht edhe Kosova është e prekur. Çmimet unë po sot duke udhëtuar 11 pra ka shkuar nafta. Kështu që imagjino me një vend ku paga mesatare dikon është 500 euro. Faleminderit zoti Mehmeti që ishit me MCN. Faleminderit, kënaqësia ime.